Sigurisht ato që janë në rrjetet sociale vetëm, mund të jenë disi mund të jenë dhe më të thjeshta dhe më të shpejta për shkuar më shpejt te publiku, e kupton, por që sigurisht 5W janë rregulli kryesor i gazetarisë. Nuk aplikojnë. Pastaj nëse nuk i shef më ti, atëherë është problem si kanë dalë këto njerëz dhe si janë këto njerëz gazetari, mendoj unë. Mirë, se gazetar do të kemi pas dhe ne. Unë them Po mos aplikosh 5W-t. Nuk është se ka ndonjë ndryshim në mënyrën se si bëhet gazetari. Okej. Ajo qëndron si atëherë si tani. Çështja është që tani ka ndryshuar, është më lehtë për çdo që quhet gazetar. Ti mua më quajtë çfarë gazetar? Unë thash, jo, nuk jam. S'jam. Shkon kam unë me gazetar. Unë se di pse jam të ulur të tavë. Por ti je moderator, si vetë fillim. Po mbaj Ti je bisedë tavolike, jam moderator. Ti je investitor. Po ti shef klient blerës, ti do të kishe blerë një 3 shpjeme më direkte. Po nga që investitor nuk pa diskutim që po, ja doli moderni. Vendosje produkti lehtë. Por ajo që do të thoya unë është që tani janë ulur filtrat shumë. Po ndoshta edhe nuk ekzistojnë fare, që kush do tani mund të blej një kamera diçka. Po ata nuk janë gazetar, ata janë fascinator për gazetar pastaj ata. Ata janë blogerë, është më filtrus dhe nuk është shumë më vështirë tani që ti ndash. Profesionalizmi. 5W që the ti. Tani më fal, tani se ti s'do përmendesh atë, do të përmendon Nevar, s'ka problem. Nuk mund ta quash gazetare Francesca Rostemi ke topi. Mos vloj mend tani. Nuk është gazetare. Tani ti do ta futesh, nuk është gazetare. Po nuk është pra. Po mos më në Rama keqen. Po mbra nuk janë, pra mos një podcast Arbano Osmanit më shpif. Përmend se shoqjet e veta, shokët mos përmend. Jo, unë se bëra çok, më keq thash. Jo, as për mirë, mos përmendni më emra. Pra, mos i ngatroni me gazetar.